dhe një detaj, vetëm një detaj në raport me atë që po thoja pak më parë, para se ta marri Klodi. Të kuptosh edhe një gjë çfarë bën këta në 2019-ën për këtë punën e tokave, ndruan ligjin për veçeverisjen vendore dhe ja hoqën vendimarrjen për dhënien me qira tokave Këshillit Bashkiak, që ka qenë me 3/5, se praktikisht në pothuaj asnjë bashki nuk e kishin fuqinë, nuk e kishin vota 3/5 për t'i miratuar këto aktmarrëveshje, këto kontrata dhe ja kaluan titullarit bashkisë. Dhe çfarë ka ndodhur nga ai moment, të gjithë kryetarët e bashkive ndjehen pronar të tokës që ata administrojnë si kryetar bashkie dhe japin me vendimarrje personale. Prandaj është kjo nisëm e imja, prandaj janë këto shkresa që janë dërguar dhe prandaj bëj thirrje të gjithë institucioneve, të gjithë bashkive që u jam drejtuar zyrtarisht, në mënyrë të veçantë po ja përsëris edhe një herë Bashkisë Vaudejes, zbatoni ligjin, ktheni përgjigje konform kërkesave që u janë dërguar, sepse hallet personale, hallet e titullarëve ose në rastin konkret hallin e Kristian Shkrelit me Vladimir Gjonajn e zgjidh pagu nuk e zgjidh unë. Por zbatoni ligjin, ktheni përgjigje nëse s'keni shkelur ligjin. Nëse nuk ktheni përgjigje dhe shkelni ligjin, të gjithë do të jeni subjekt po i ligjit.